Një këshill për ata që kanë përtasi në faljen në namaz, ndoshta edhe për shkak të ndonjë problemi fizik që kanë. Kjo është temë shumë e gjanë, mirë po besimtari do të mja kujtu vetës që momentet e kësaj jete, për cilave ka me përfitu në botën tjetër, janë këto momente, këto qaste që i ka kalu në namaz, ose në dhikër, ose në adhurim tjetër. Po, nëse ja kujton këto që jeta është shumë e shkurt, shumë shpejt do të vijë fundi kësaj jete, dikush më herët, dikush më vonë, po shumë shpejt do të adhurim në të mirën kësaj jete. Për kësaj jete do të thonë për qasteve kësaj jete që ne po përfitojmë për ty në botën tjetër, që do të përfitojmë për ty në botën tjetër, edhe kena mja pa hajri inshallah janë çdo qaste ose momente që i kalojmë namazin tonë. Prandaj kur njëri mendon këto, patjetër që kjo ka më qenë një motiv edhe nxite që do me falë sa më shumë namaz, me kanë sa më shumë në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra arsye se që kanë orë thërret pra banorët e xhenetit, gjëja vetëm për cilën kanë miro pishmon, edhe pse janë në xhenet është që nuk e kanë thoni subhanallahu më shumë. Kur do ta shohin që ni subhanallahu që e ka thonë dikush tjetër më shumë saj, sa shumë shpërblime ka përfituar prej saj. Subhanallahu bihamdihi mbjellet në pemë xhenet, pemë hurmës. Veç nëse thu subhanallahu bihamdihi. Dhe të herë kulu Allah ndërtohet një balla në xhenet. Do në gjë që e kryin për 1 minutë ose më pak. Do më thonë besimtari do me pas ambicje të lartë, do më thonë ja kujtu vetës këto shpërblime që Allah ka përgatit për të botën tjetër, dhe kjo është ajo që nxit pastaj, që ti inkurajon, që ti mi shtu veprat e mira. Që është sheikh Uthaymeen Allah më shoh, më na thon dikush që i ki disa pallate me ari, me argjend, me kopshte, me tona në Australi. Se cili prej neve tash ja kish mësuar në kom, ndoshta më shku atje, përderisa din që janë të vetat. Edhe është diçka domthonë e përkohshme, domthonë nuk është e përhershme, shumë shpejt do të përfundoj kjo botë. Kurse Allahu neve na ka premtuar dhe na ka garantuar që na presin pra shpërblime në xhenet. Edhe ne do të me punu pra që me arrit që ato shpërblime me fitu. Po që ka thonë Ibrahim a.s. Pejgamberi sa kur ka qenë në Miraj, ka një selam umbetit tonë edhe të regoj që toka xhenetit është shesh, po është e rrafsht, pamët që mbjellën në të janë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sa më shumë që thupi këtij dhikra, aq më shumë kanë mbjell pamët për ty në xhenet. Ose që do të më lëkajim Allah më sharoft, me lek të vazhdojnë me ndërtu xhenetin tënë, përderisa të e përmen Allahun. Kur ti ndalesh edhe nuk e përmen Allahun, edhe me lek ndale. Kur fillon ti me përmen Allahun, me lek vazhdojnë me ndërtu xhenetin tënë. Pra ajo për cilën të kime do të me investu, ardhmja jote vërtet është bota tjetër. Jo kjo botë. Kjo botë është ardhme e shkurtër, shumë shme kime e londër. Edhe është e përkoshme. Pra ndaj po, që është ashtë kjo teme gjanë, mirë po, një pëgjërave që në nëzitë dhe në inkorajem, që me falë namazin, me shtupi namazin, me zgjat namazin, me që ndru, po, sa ma shumë kam, sa ma shumë ndruku, sa ma shumë sejgjde, është me kujtu vetës të shpërblime që Allah ka përgadit për namaz falësit. Pra, pejgamberi sa ka thonë, es-salatu nur, namazi është dritë. Djetarë thonë, namazi është dritë në zemrën tonë. Po kur zemra jote arrësohet prej gjinohëve, prej, da më thonë, fjallëve të kësia që i dëgjën, pamjeve që i shemë me syje, kështu më radhë, vjen namazi është ai që të ndryshon zemrën. Largon këtu arësira për zemrës tonë. Namazi është dritë në varrin tonë. Është dritë në fytyrën tonë, po të ndryshon fytyrën. Po gjithashtu ka me qenë dritë në varrin tonë. Po në varrin njëri jo, si që e dim pra, vetëm vepra ati është ajo që e shoqëron. Qoftë e mira po e keqe. Kështu që ti do të më shtu sa më shumë për namazit tonë, në mënyrë që do më thonë me pas sa më shumë
vepra që shoqërojnë në varrin tonë, nga se në aty në varri e i vetmuar, askush nuk shoqëron. Përveç veprës tonë, që ka në hadithën e pejgamberit sa që besimtarit pra i vjen një person në pamjen shumë të bukur. Domthon i vjen era shumë e mirë, aromë shumë të mirë, edhe fol fjalë përgëzuese. Edhe besimtari thot, edhe ty Allah të përgëzohet në të mira, kush je ti? Thotë unë jam veprat e tua të mira. Po sa më shumë që ti shton pe vepra të mira, ai i cili është në varr ka më qenë pra më i bukur, ka më pas aromë më të mirë, domethënë ka më fol, ka më të përgëzuar kështu më radh. E vepra më e mirë që ka thonë pejgamberi është namazi. Vepra më e mirë që e kryen njeriu ose që Allah ka caktuar për njerëz me kry është namazi. Nuk ka vepër më të mirë. Për këtë arsye, namazi ka qenë obligim, edhe ka qenë i lehtësuar te krejt umetet. E më hashme, jo vetëm për neve. Edhe për rëndësinë e namazit, siç e dimë, Allah subhanahu wa taala e ka ngrit pejgamberin sa son mbi 7 çej për mja bë obligim namazit, pra direkt. Ja bë obligim namazin atij dhe umetit e tij. Kjo tregon se çfarë pozite të lartë ka namazit te Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk ka ndonjë vepër adhurim që ty të lidh direkt me Allahun përveç namazit. Kur thotë Allahu Akbar, ti ke hyrë në bisedë direkte me Allahun subhanahu wa taala. Kur ti jep selam e ke ndërprerë këtë bisedë. A ka nder më të madh për ty se sa ky nder që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Që të ka nderuar këtë mënyrë, ta ka mundsuar me fol direkt me të, të krijesë dopt që Allah s'ka nevojë për ty as për adhurimin tonë, mirë po si nderim për ty Allah, po ta ka dhënë namazin që ti më fol pra edhe me adhuru Allahun subhanahu wa taala direkt. Ndërsa për problemet fizike ka lehtësime. Nëse njeriu për shembull, sidomos te namazet nafile, ka sëllim ose ka ndonjë problem fizik, smundet me fal, ka falet ulur, mirë po mos e lë namazin, mos i lë namazet nafile. Pejgamberi sa son që tregon Aisha kur ka qenë i lodhur ose i smut ose ka pleshria, nuk e ka lënë namazin në natës, mirë po u fal ulun. Edhe nëse ki arsye fetare, shpërbimi shkohet i plot. Nëse ki arsye domethënë për shkak të problemit fizik shëndetësor s'mundesh po fal kam, shpërblimin e kit plot. Mirë po namazin nafile mundesh edhe pa arsye me fal ulun, edhe pse e merr gjysmën e shpërblimit. Mirë po më mirë është me marr gjysmën e shpërblimit se hiç. Për këtë arsye ti mundesh nëse të ki abdes në krevet ku je, duke qëndruar duke nejt me fal namaz nafile. Namaz natë, dhe shkthehesh ka kibla dhe falësh. Ose edhe shtrit, mirë po e merr ditë katërtën e shpërblimit. Mirë po më mirë është se sa më ne shtrit edhe me menu, me qumë të gjithka dhe mos me përfitu kërgjë. Prandaj, domethënë shumë shpejt besoj na shta keni pa dhe joni këshillën një prej dietarëve, Sad el-Khatlan, Allahu e rujt, i cili thënë shumë njerëz për shembull votojnë me aeroplan 3 orë, 4 orë edhe e çojnë kohën kot. A mundën për shembull gjatë udhëtimit me marr abdes për shembull me fal nafile, që ka fal për nëse nafile ndeve duke udhëtu. Gjatë 3-4 orëve sa je në udhëtim në aeroplan, mundesh me bë dhikr, mundesh me lezu Kur'an, mirë po mundesh me fal shumë nafile. Edhe kur je pra nuk ke nevojë me kanë drejtum ka kibla kur je në udhëtim me aeroplan ose me mjet e tjera. Na drejtim që je, do thonë vetëm me të gjin fillestare dhe fal o 2 rekate, 4 rekate, sa dush rekate. E shumë njerëz sot e kalojnë kohën në aeroplan kot, as nuk bëjnë dhikr, as nuk falin namaz nafiles. E kjo është domethënë ajo suksesi që Allah subhanahu wa taala jep disa prej njerëzve, domethënë që i jep kështu, inspiron, i jep sukses që me shfryzuar çdo kohë dhe çdo moment. Kuptohet? Kjo është që domethënë edhe me lyp prej Allah subhanahu wa taala që me ta bë dashur namazin, me ta bë dashur pra dhikrin, me ta bë dashur leximin e Kuranit, adhurimet, edhe pastaj mi marr shkaqet, sebepet e inshallah përmirësohet gjati.